Across Europe and the world, we all encounter a common challenge: how to safeguard our societies from misinformation, disinformation and information manipulation. Programi synon me eduku 33 të Kosovës për qysh me qartë dezinformatës, për rëndësinë e rujtjes së dhënave personale, për dhënien e aksesit në rrjetet sociale dhe shumë probleme të tjera të cilat i kemi konstatuar, të cilat synojmë me i trajtu. Përmes këtij trajnimi që morëm sot, kishte shumë butona qysh ne mundemi me identifiku burimin këtyre informacioneve që ne i marrim çdo ditë.